I started my day slow, just how I like it. A warm cup of coffee, a little skincare, some quiet time to breathe and get grounded. There's something really comforting about starting the day gently, without pressure, letting the morning unfold naturally. Then, I decided to check out a secondhand shop I had just found out about. It's only 10 minutes away from home, and honestly, it was such a beautiful surprise. Racks full of vintage pieces, and that cozy old store smell. Like every item has a little story waiting to be told. It made me want to come back again. Next, I headed to Garden Central, and I didn't expect to stay long, but I ended up spending over 30 minutes just walking around. There were rows and rows of potted flowers in every color, big ceramic vases, hanging plants, and even a little pond with fish swimming around. Right in the middle of it all, I found water lilies floating peacefully. It honestly felt like a scene from a dream. Everything around me was so alive, yet so calming. I didn't find the flowers I originally wanted, but I did pick up some fresh herbs and left feeling super inspired. Përshëndetje YouTube dhe mirë se erdhët këtu në mbretërinë time në kuzhinë. Duke gatuar po bëj focacce. Kam bërë këtu pulën, kam marinuar. Do bëjmë zgarë dhe po pres që të vijë andi është rrugës. Edhe isha thot nga të përdorurat, kam gjetë dy gjëra shumë të bukura, por jam shumë e venesë me gatimin, që kështu po vazhdoj me gatimin tani dhe pastaj dua t'rregoj. Sot do bëjmë zgarë, që kështu mora fileto pule, mora miell, kisha këto gjërat e tjera, do bëj focacce, përveç asaj do bëj edhe një sallatë me mozzarella di bufalo, tip caprese, edhe kështu gjëra të mira. Por tashi duhet gatuaj se me vërtet jam shumë me vonesë për gatimin. Kam bërë këtu edhe majan bashkë me mjalt, që me një gjysmë lugë mjalt edhe maja, që ta hedh tek mielli me krip, edhe ti nis të bëj focacen. Kisha shumë kohë pa gatuar focacce, po ja që burri do vi sot në drek, edhe thash po e kalojmë me një zgarë, duke qenë se ne për si vjetë nuk e kemi nxjerrë akoma zgarën, edhe ka pas qenë një kohë perfekte u bë ca ditë. Edhe kështu dita jonë sot. Shimmering gold, strangers feeling about to explode. I held my breath to make sure I didn't say something weird. Light as a feather on weekend knees. What on earth did you do to me? I let you in before I even knew who you were. Your hair was just so, and your eyes were also. All my dreams are now. Dita tjetër, i lar, i parfumosur, i rrugulluar, edhe doja t'u tregoja që kam bërë një porosinë Etsy. OMG sa e bukur që është. Shifeni, erësia me të beja, kam marrë një make-up, një çantë make-upi, më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Materiali nuk është më i miri që ekziston, por personalizimi është yll. Tani, unë doja jeshile me vija jeshile të errta, edhe ky shkrim, domethënë e bardhë me jeshile dhe ky shkrimi të jeshte jeshil. Kam gatëruar green me gryn, edhe kam marrë gri si përfundim, por mendoj se më pëlqen më shumë kështu, është më e bukur, edhe më kështu më verore. Këtë mora kushtoi vajti diku te 13-14 euro, e mora në Etsy, që është kështu web me personalizime me gjëra, edhe më pëlqen shumë, jam shumë e lumtur. T'ju tregoj se çfarë mora dje tek të përdorurat që u thash, jemi kënaq me piknikun me zgarën, na kishte marrë malli, të rrinim bashkë pas punës së Andit e Andi mos ikte në kurs. Për zotin, kur i ke ato gjërat, kur i ke ato momentet, atë po thoja dhe dje me Andin, nuk i vlerëson. Domethënë i shef si një gjë kështu e mirë qenë, edhe kur nuk i ke më, i thua, wow, pas kam qenë i pasur, shpirtërisht flas, edhe tash që kam i varfër, që nuk kaloj më shumë kohë bashkë pas pune, por
Është një sakrificë e vogël derisa Andi të marrë bënjishin edhe të mbaroj kjo gjëja. T'ju tregoj 3 gjërat, se 2 janë njësoj, 3 gjërat që mora dje tek ai dyqani me të përdorura që ishte super. Si fillim, mora këtë lampën këtu, këtë ambashurin, është goxha i madh, shifani, është gati, duhet jetë një 70-80 cm, po, edhe është shumë i bukur, bënte një dritë shumë interesante. Do e laj që kështu me atë raste edhe po e hap këtu me juve. E mora për një çmim. Prisni, e mora për një çmim 7 euro. A mund të më thoni që është falas fare që është 7 euro e gjysmë për një lamp kaq të bukur. Këtë do e laj, edhe mund ta ndryshoj ndoshta këtë, sepse këto e di që janë universale për të tëra. Ndoshta mund t'i marr në një gjë me blu për ta shi verën, se e dini që janë fiksuar. Edhe kjo është baza, këtu është silver. Është shumë i bukur, edhe kjo pjesa kështu, edhe mund t'i marrë edhe diçka të vogël ose diçka më ndryshe dhe mendoj se do duket gjithashtu shumë bukur. E thashe, mora për 7 euro gjysmë, sa e pash, rash në dashuri e mora direkt. Ju tregoj çfarë mora tjetër. Mora 2 si këto, se i kam vënë jashtë edhe ju kam vënë këto që duhet i mbjell. Tek ajo Garden Centrum që ishte atje mora majdanos, mora dhe far majdanos, kështu far borziloku dhe borzilok, dhe mora dhe këto të dyja, janë 2, s'po i mora të dyja këtu jashtë, edhe i mora në 1 euro gjysmë, janë blu, edhe mendoj se shkojnë shumë te balkoni im, me kështu, edhe këto mora të tëra vajtën 10 euro gjysmë, po thash më pëlqeun, i mora, edhe do iki përsëri sepse kishte edhe mobilje dhe dua të blej një mobilje për këtu kam kohë shethen që e dua. Edhe më pëlqyen ja 2, por dua t'i kem me Andin që t'i shohim mirë bashkë. Edhe kështu ja kaluam dje, u kënaqëm shumë, thash u tregova edhe çfarë mora, të gjitha. Sot dua t'i deri te ferma se duhet të marr ca vezë të freskëta dhe duhet jenë të mira të freskëta, sepse dua të bëj tiramisu, se kam marr mascarpone dhe po mos ka don se kam një muaj që e kam marr. Edhe duhet ta bëj se s'vën se s'ka don në fillim të muajit tjetër. Edhe duhet të bëj një tiramisu, duhet marr edhe çumësht. Edhe kështu. Tash po i po pi dhe një kafe, po rrit çik në natyrë. Kështu është plani. Tani nuk e di se si, sepse pastaj duhet të kthehem, duhet i hite Jusku të blej një 2 gjëra të tjera, edhe pastaj te Jusku të marr çeset e mëdhaja fare që i dërgoj rejas gjërat në Shqipëri, sepse janë shumë të mëdhaja, edhe janë shumë të lira, janë 75 cent një. Përveç asaj duhet i të marr edhe një pako te DPD-ja, që më thot që nuk isha në shtëpi, ndërkohë unë isha mbrapa derës duke pritur pakon dhe kur më vjen emaili "We didn't not find you at home." Po, në shtëpi isha. Edhe, përveç asaj, ky është parfumi im i ri për këtë sezonin e verës. Jam shumë e lumtur. Po përveç kësaj, se nuk e kam te makina, më ka dërguar edhe një kit me 12 aroma, e kam postuar në Instagram, që është një rozë atje. O zot sa fantastike është, por edhe kjo është shumë e mirë, më pëlqen edhe kjo. Shifani? Këto kanë qenë veçoritë e reja për momentin, si e parfumin unë, se ato burrat para se dalin në date. Held on tight, but it felt so long. Tell me, where did we go wrong? When you're in the sun and I'm lost in the shade, then who's supposed to lead the way? The home that you built, the sweetness in my veins, we could survive on what we made. You were the one, we had nothing to fear. What we had should still be there. The fire we had
just hope that you want it all. It all. Sapo erdha në shtëpi dhe Andi ka ardhur para meje, që kështu do u bëj Andi një unboxing, që s'ka kush sot ky burri im, e mori ta të pjemja. Jo, s'ka më vërtet. Jo, Edhe do ju bëj unboxing se çfarë kam bler unë. Hajde, Ja, tregoj shpejt. prit. Pritet me të reja ato drejtori. Bërë, unë e kam me... Po hiqi këto. E po pra, po ta kam bler. Po, nisim nga kjo. Sa lekë kam? Lule, Shife. 3 euro kot. 8 euro e gjys. 8 euro gjys? Po. Theje. Unë meze e kam gjetur Është këtë shumë lule bukur në porë. Ama më e bukur është kjo që më pëlqeu. Jo kjo, kjo është qumësht. I marrim ke Po, ferma. te ferma, 3 I theva euro. ato që kishen në makinë? Një ishte jo, nuk e ktheva sa harrova, pastaj e kujtova. Jo, boja dy koli, bojish. Kjo është the best. Është Kjo ishte 3 euro. Kjo është shumë bukur. Kjo ja vlen më shumë se ajo. Po atë Vërtet i kam shumë qejf. do e mbajmë brenda në shtëpi në vend të luleve këtu. Kurse këtë do e vëm jashtë ato që bleva dje. Shifë sa bukur. Kjo vërtet shumë bukur. Edhe do bëj gjithë ato beba. E dojmë edhe fara. Fare ta një që bo pëllë. Po, He, çap. Qështon Hajde. në Gjermani? Qep, cak. Cak. Qep, bio, Jo, se i kam marrë të revja. Kerevi, okej, sorry. Lakar, Kishin ka marrë nisur, këto për me bo Tiramisu. Kishin nisur Kiftu. që... Jo, nuk ka. Kishin nisur lështrydhet me uvjel. qep, më rëdhe. Po, dhe Qep. i kem të dielën. Po ma qova të videon që pjeshk, kishim më vërtet shumë kohë pa hongër pjeshk edhe Po, pas po, ka vjen pjeshk. vera. Okej. Prit Edhe se burri çfarë nuk shë është bëj? ekspert. Nuk jam një fushës, më falni apo në jam shumë. Spring rolls. Se di çajnë to ashtu. Spring rolls. Këto kinesqet. Po. Shu do i bëj në furrë tashi. Ca kërpulla? I ka Në marrë me 4-5 kile. kërpudha i ka marrë me kile. Po tja janë që asun nuk e di. Në që se vazhdoj me Noodles. këtë rritë, nesër në ma të regoj. Tjeni për mu së mësoni kur njëra si gjo nuk mësoni. Unë s'di qash, unë një pysë ju, prisit në gjenë ju. Noodles nga beguja, një spec, garante ka më vërpit. Jo, e ka marrë të bëj noodles atë. Okay. Gjersa ka marrë të terë. Okej, dhe kjo është my favorite. Këte e ka marrë ty se të veç po më prisin në shpi. Ska pi qëvesajmi, për zotin e qëvesajmi njësh. Fundi më Ja, asashe mirë. këto veprimet e vogla bëjnë diferent. Edhe këto më knojshin mu dhe gruja, di qa më knojsh mu dhe më blek pisliqe dhe më knajsh ato pisliqe. Dhe di Po, shumë mirë. edhe ajo, interna, T'ishte dhe gruja si unë, të rrede me pisliqe dhe ishim në atë, për gruja jo. Gruja rrët me 100 lartë. nuk i si fara ato. Vezët ku i ke marrë bio, te Në ke... ferma. Po shumë, përse s'morën edhe 2 edhe 1 më shumë. Vezat ishin rritur, na 3 euro gjysë ishin për 4. Për zotin. Ndoshta s'bëjnë vezat. 27 kokra, Po, shifeni i ka marrë sepse do bëj tiramisu dhe më duheshin të freskëta. gruja fusim, marrim 2-3 pula. Edhe patate me ki. Edhe këto bio. Po, patate, kësa Këto. marrë gruja, Ishin 4 euro dhe këto. 4 euro dhe këto. Argjova 20 euro te ferma, 20 euro te revja. Dhe erdha në shtëpi, argjova dhe një 10 euro naftë. Po, ajo ku e kate. E kam larë, e kam cërë jashtë. Pite, dhe shi do hajnë nutë, që dajnë të shi? Noodles? Të mendova, thash, Që mongër diçka shpejt dhe e shumë e shpejt është noodlesi. Thash që vinim të hanim ramen, por është shumë ngrohtë, edhe përveç asaj kemi vënë re që argjojmë shumë lek me lokale. Ramen me shku me hongër janë është len. 17 euro, 20 euro, 18 Po, euro. 18 euro një. Do më nesh- thënë ne duhet argjojmë 20 euro, që se unë kam argjuar, ja ku i kam argjuar 20 euro. Po. Ama është diçka tjetër. Po, sepse këto i kemi Nuk gjithë është se vetëm për kështu, po thjesht erdhëm të hajmë Pastaj, buk e shpejt. pati kush më kishe dërguar mua PR. Duhet më dishni në Instagram. Por, këtë firmën unë e kam njerë zakonisht shumë Edhe- qef. Edhe ke tregu ku e kemi ble. Po, e kemi ble para ca kohës te një revista që është goxha e shtrenjtë, edhe mua më pëlqen shumë. Edhe shikoni. Ishim diku Sa në shumë më ka Pano. dërguar, shifë. 1, 2, 5 sop. Po kanë na 6 brenda. Jo. Po, Aj, dhe gruja hiqe. do të rëgosh me këto. Ka hap, jo. Hape, po hapet kështu. S'di me hapun. A kështu, jo, unë pa hap kështu që mos ta hapësh, që mos të... Po do i rrezosh se janë Unë si të rëzoj, jo se jam mjeshtërën për këtë punë gruja. Unë s'di me i tërgu mirë, po për të hap kutijat... 4 ka po 6.
6. 3, Jore, 4, 3, 7. 7, imagjinani! I thash unë, kur erdhi kjo pako, tha unë erdhi kjo pako, i thash, a, ke dalë ka shtëpi, i thash, pa e provu po. Kam dal, imagjino. Si ke Për dalë ka zoti shtëpi më vjen me qa, se sa me fat që jam, edhe se sa shumë vlerësohet puna e një influenceri këtu në Gjermani. Edhe në Shqipëri vlerësohet, se ka plot bashkëpunime kështu, por këto janë firmat e mia të preferuara dhe sot mua ato më dërgojnë PR. When the sage brings the rite of spring, morning dove and the sparrows sing. Through the light that the sun will bring, reborn. Flocks are creeping along. Swallowtail heeds the northern call, and the last of the frost will thaw, reborn. In the warm of the spring, I recall everything once more. Heavy air and the smell of rain, muddy grasses across the plain, red-winged blackbirds soft refrain, reborn. In the warm of the spring, I recall Jeni ju nga puna si njeri i gjetur. O, sa më lodhur sot, se jam edhe në ditët e mia, edhe thash se vdiqa. Erdha nga puna, si mund ta shikoni, për një pazar super të shpejt që të haj buk tani se është ora 1, edhe kam i dal që në orën 6 se çova ande në punë, dhe tani është ora 1 dhe tani erdha në shtëpi. Jam lodhur sepse sot kishim furnizim jashtëzakonisht shumë. Tash edhe jam edhe si pa qef, edhe për këtë arsye jam këputur. Mora ca gjëra, ca për mëngjes nesër, ca për drek sot. Thash mund të dal prap. Tani do iki do bëj një dush, do bëj bukë edhe do fle gjumë. It's getting harder. I'm begging you to choose me, so come and take my breath away. Come and take my breath away. Every day is getting harder. I'm begging you to choose me. I never thought I'd feel this way. I never thought I'd feel this way. Falling, yes, I'm falling. Those blue memories start calling, but you can take it all away. 'Cause I am yours forever. No one can. Ky pas ka qenë vlogu pazarit, po jo pazari kështu që ikën bën një pazar të madh e vjen. Jo, Andi thot që mua nuk më shijon ai pazar, mua më shijon ta ble 5 këtu, 10 aty. Domethënë unë dua pazarin në supermarkete të ndryshme, dhe kur jam me Andin detyrojmë të ikim në një, po tash që ai është në kurs dhe pazarin e kam unë përsipër vetëm unë. E urrej pjesën tas në ngre lart pazarin, por pjesën tjetër jam perfekte. Që të regoj se qa pleva sot e ditli. Vajta të mirë e një pako, por normalisht e supermarketi aty dhe unë mora lyre shtrydhe. I mora se të tërë po blinin edhe po ma bënin me sy dhe vinte erë tër dyqanin a lyre shtrydhet se janë të Gjermanisë. Edhe thash po i marrë dhe unë. Pastaj, pash që ishte bërë java greke, nuk e di të supermarketet e tjera dhe të Aldi ndoshta, bëhet me javë dhe sillen ushqime të ndryshme. Këto ishin, këto janë nektarina. Mora 3 pije, me që burri thot gjithmonë që ti nuk ble pije, edhe pejteje nuk kemi pije, se vetëm unë në bëj pazarin, do kupton që më hajt, mua blejmë ne të bëjmë gjatë javës, por më marrë parasysh dëshira dhe burrit që kështu i mora 3 pije si kjo,
Unë vdes t'i pi, ja duroj. Por nuk të bëjnë mirë edhe mundohem që duke mos me i pasur në shtëpi, të mos t'i konsumoj shumë, se po i pata, i pi të gjitha dhe i haj të gjitha. Mora një baget, Anti më kërkoj salmon që kështu mora salmon, gjeta oktapod të ngrirë. Tani, ne të shkretët këtu me të ngrirë kënaqe, se nuk kemi të freskëta. Po ta mendosh thellë e ngrira është goxha e mirë, ku shkrim kjo ta bëj një sallat me oktapod, sa më ka bajtur mendja, sa më mungon. Oh, daj fruta deti të freskëta sa haja në Shqipëri. Ora moll. Tash ishte fundjava greke, mora një byrek, këtë e ka qef Andi. Mora këtë, byrek e vishën. Mora dhe limona. Edhe ju besohet këto vajtën 25 euro. Normale se 10 euro ishte, 11, 12 ishte kjo, 10 ishte kjo, një 4 kjo, e një 4 ato, edhe kështu ikën 25 euro. Vetëm zoti lartë e dinja. Ka 15 euro ikën në mëngjes, nuk e di. Nuk e di, pazari në dorën time nuk është shumë i mirë. Thash, unë kam ngrënë sot, kam ngrënë bifteksi e pat me brokoli, edhe nuk besoj se kam uri për më vonë, sepse Andi ha dhe pak dark edhe për nesër në punë, kështu që merr dhe gjell, do më thënë merr gjëra të ndryshme, mora ato patate djete ferma, edhe thash po i bëj sot me salmon për atë, po i lë pak ekstra. Kam për edhe ato spring rolls me pull, ti marri me vete nesër në punë. Unë Anti t'i vë 2 vakte me vete, se ha edhe mëngjesin dhe drekën, edhe para drekën se darkën e ha në shtëpi. Edhe jam goxha buk, jap një 3-4 tasa të vengjër me vete me buk, edhe që kështu duhet të marrë gjithmonë shumë, që edhe pse ai s'është në shtëpi i ha të gjitha vaktet si të ishte këtu. Ti fuston në ngrirje, oktapodin do t'apim na e diela, t'apim sallat. Skandalat java spanjolle na mungon tani të dalë karkaleci, kështu i kemi të menaxhueshme, i kemi të rregullta. Mora dhe pakon që shu thash, edhe tani. I see you watching me when we're with our friends. It's definitely something in the air, so let's take it from there, 'cause I know you want it, afraid to let it show, and I know you need it. Why don't we let it grow, grow?